Kullat kanë struktura guri të ndërtuara me mjeshtëri të madhe ku kanë shërbyer jo vetëm si banesa, por edhe si vende mbrojtjeje dhe organizimi shoqëror. Të ngritura në pozicione strategjike, shpesh në shpate kodrash apo në pika më të larta të terrenit, kullat kanë mure të trasha prej guri dhe hapje të vogla dritaresh, çka i bën rezistente ndaj sulmeve dhe kushteve të ashpra natyrore. Kohët e fundit me ndryshimin e sistemit, në proces demokratike janë larguar njerëzit dhe kanë mbetur si thosh pa njerëz fare. Këtu nuk jeton asnjëri fare. Tani këtu ka qenë shtëpia e fundit që banonin njerëz dhe ato kanë larguar për shkak të emigracionit. Edhe ka mbetur bosh. Si shihet, janë kthyer në rënoja që duan një investim goxha për t'i kthyer në Nuk kemi parë njëri, nuk janë restauruar asnjëherë? Jo, nuk janë restauruar edhe banorët që kanë qëndruar të brenda janë larguar poshtë pothuajse të gjithë.